Më 1 maj nuk duhet jeni të ftuar, por duhet thjesht të vini. Kjo është porosia e kryetarit të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov, në prag të 1 maj, ditës ndërkombëtare të punës, me që rast njoftoi për marshin protestues që do të mbahet këtë ditë. Trendafilov bëri thirrje që për 1 maj qytetarët të mos dalin në piknik dhe të mos e shfrytëzojnë për fundjavë të zgjatur, por të protestojnë për pagat e tyre dhe për pagat e familjarëve të tyre. Ako može prvi čovjek na svetskото sindikalno. Ju bëjmë thirrje punëtorëve, do të kenë kohë edhe për fundjavë të zgjatur, në orën 11 të na bashkohen në numër sa më të madh, nëse ata mendojnë se duhet ta ngrejnë zërin për pagën e tyre. Një shprehje thotë, nëse nuk reagon, nuk ke të drejtë as të zemërohesh. 1 maj është dita kur duhet të dalim në proteste krah për krah, dita ku nuk dalim në piknik edhe nuk shkojmë në fundjavë të zgjatur. Kryetari i sindikatave përmendi edhe rastin e fundit në Kiselavod, ku një punëtor vdiq dhe disa u lënduan, duke thënë se ky rast duhet të jetë alarm për institucionet. Treba nadležните inspekcijski službi da. Punëtorët zgjohen në mëngjese dhe përshëndeten me familjarët e tyre, pa e ditur nëse do të kthehen në shtëpi. Rasti i fundit katastrofal me humbjen e jetës së një punëtori dhe lëndimit të disa të tjerëve, mendoj se duhet ta zgjoj alarmin tek institucionet që të parandalohen raste të tilla, të dhënat të cilat tregojnë se numri i madh të bashkëqytetarëve tanë e humbin jetën në vendin e tyre të punës dhe vdekja e tyre kushton mes 5.000 deri në 10.000 euro, sepse kanë qenë të siguruar, është disfat për një shoqëri. Protestat, siç njoftuan, do të nisë nga shtëpia e punëtorëve, do të vazhdojë tek kuvendi, oda ekonomike dhe përfundon te qeveria, ndërsa shtoi se me shumë gjasa protesta do të ketë edhe pas 1 majit. Sipas lidhjes së sindikatave, nga 530.000 punëtor, 260.000 kanë pagë nën 600 euro.